Nëse deri dje një copë letër e shkëputur nga një blok, ka qenë bileta juaj për të vizituar Muzeun Historik Kombëtar, nga sot do të keni në dorë një formë të re. Ky është sistemi biletarisë elektronike, i cili nisi të funksionojë këtë të njëjtën në muzeun më të rëndësishëm të vendit. E thënë ndryshe, blerja e biletës tuaj do të shoqërohet me një regjistrim elektronik, ju do të merrni kuponin tatimor, ndërsa muzeu do të shmang abuzimet dhe do të dokumentojë më saktë numrin e vizitorëve. Kjo është pjesë e një strategjie të Ministrisë së Kulturës që ka filluar që për një viti për një menaxhim më të mirë, jo thjesht të trashëgimisë, jo thjesht të një etape, por të gjithë sistemi. Një nga momentet kyçe të sistemit të trashëgimisë është sa arrijmë ne këtë sistem ta bëjmë të qëndrueshëm, ta bëjmë tërheqës dhe të prodhojë dhe të ardhura. Projekti i këtij sistemi në trashëgiminë kulturore shqiptare ka përfshirë edhe 5 site të tjera në vend, si Muzeun e Krujës, Kalan dhe Muzeun Onufri në Berat, Parkun Arkeologjik të Apollonisë, Kalan e Rozafës në Shkodër dhe atë të Gjirokastrës. Programi i Ministrisë së Kulturës është financuar nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit dhe sipas zyrtarëve i hap rrugë në të ardhmen administrimit të pavarur të siteve të trashëgimisë kulturore, të cilat deri më sot të ardhurat e biletave i çojnë në buxhetin e shtetit.